Kemi përgjigjë kësaj kërkese për të bërë një bashkëbisedim në lidhje me një sipërmarrje të re që do bëjë bashkia e Lezhës kuptohet në bashkëpunim me të gjithë aktorët dhe faktorët publik të Lezhës. E para, do t'ju bëjmë dije gjithëve se bashkia e Lezhës merr shërbimin e pastrimit komplet. Pra shërbimi nuk do vazhdojë më me operator privat, por do jetë një ndërmarrje brenda Bashkisë së Lezhës me mjetet dhe me kapacitetet e veta. Ne kemi fut në buxhet si vjet 10 makina ekologjike të reja, apu, të cilët do transformojnë komplet flotën e punës për menaxhimin e mbetjeve, duke pas parasysh edhe investimin e rëndësishëm që do bëjmë ne bashkë me Gizin Gjerman për fushën e ndarjes së mbetjeve në burim, pra ne do inkurajojmë biznesin, do flasim pastaj dhe do bëjmë ndarjen e materialeve të rrezikshme, duke krijuar një histori të re në këtë drejtim, fakt një histori të cilën vetëm ne e bëjmë për herë të parë. Disa e kanë bërë në mënyrë fragmentuar, por ne e bëjmë më shumë. Është domosdoshme kjo histori që të jetë një mënyrë e re për arsye edhe të vështirësive të jashtëzakonshme që kemi hasur ne në marrëdhënie me operatorët tjetër që hasët, se do të kuptojmë se kemi shku këtu. Biznesi në shumicën e rasteve ka reaguar. Unë do të falenderoj biznesin e shëngjimit, që megjithëse në një shkallë vështirësie shumë më të lartë dhe si me thënë, ngarkesë popullate të jashtëzakonshme dhe nga gjithë bota, ka arrit me shumë sukses që të adaptojë një skemë të nxjerrjes së mbetjeve në një orë të caktuar në harmoni me bashkinë dhe ka funksionuar shumë mirë. Për shkak të kësaj, ne kemi marrë ato pikë të duhura, por kjo nuk ka ndodhur në shumë biznese të tjera. Fatkeqësisht bizneset në zonat rurale nuk e bëjnë. Pra marrin dhe koshin më të parë ose në kanalin më të parë, shkojnë e hedhin mbetje, kartona, plastik, shishe, çfarë mund. Është e vajtueshme gjendja e sjelljes sidomos të këtyre biznesit të frutaperime. Kalimtar, popullar, bashkëtojnë me një kaos total që ne me shumë sforco jemi munduar ta mbajmë kontroll, por nuk e kemi bërë. Sepse në çdo orë, në çdo minutë ata mund të hedhin gjithçka e kudo. Duke qenë përpara kësaj, ne kemi menduar që të kalojmë në një skemë, sigurisht ka gjithë bota më radhë. E para kemi biseduar me një sallë audiencë me banorë. Do fillojmë me një audiencë të sotme, megjithëse shije ka disa kanë shku të qarta, disa kanë probleme tjera, s'kanë mujtë me arë, por ne do shkojmë njësi, edhe një herë. Do bëjmë një grafik dhe njësi do shkojmë të takojmë me biznes, me gjithë këmë përnojës e administratës, kush punon atje në Bezam, në dhe me. Pa përjashtim, do jetë në salë dhe do marrim vesh se si bëhet këtu. Biznesi do të përrejë me koshë. Se cili biznes do ketë një koshë.
është i vogël dhe kesh kosh të vogël. Është i mesëm dhe kesh një kosh më të madh. Nuk lejohet që asnjë një biznes jashtë orarit të përcaktuar nga bashkia të hedhë një mjedëri në le që të vëzhin kosha në udhëj komplet nga sistemi i rrugës dhe do vërojmë me kosha të tjerë, të cilat janë më bashkohor të kështu. Kjo është një përpjekje për të sjellë një standard të ri. Dashurinë thonë, jo gjoba lart është e vogël, i kemi kërkuar qeverisë ta ngrenë. S'do më marr gjobë, sillu mirë me mirë, tash e thjesht. Dhe s'merr si gjoba, ama gjoba është 100, do shkojmë shumë, ja kemi kërkuar qeverisë ne me dëshime të bëhet shumë e madhe. Dhe nuk diskutohet, dhe se nuk mbahet ndryshe. Ne do të operojmë me kamera në qytet. Shumë shpejt ne fusim sistemin e kamera dhe do t'japim mundësinë dhe atyre të tjerëve që e mbyllin në orën 8-9 vim. Pra do jetë e kategorizuar dhe ne do ndërhyjmë her pas here në qytet, ku dënsia e popullatës është më e madhe dhe ku institucionet janë përshëndruara e ku biznesi është më i përshëndruar, ne detyrimisht që do hyjmë me një skemë pak më elastike, duke ju dhënë mundësinë gjithve që t'jenë pjesë e kësaj. Pra, çdo biznes është individual, pajisjet me koshë individual. Koshat vendosen vetëm brenda territorit biznesit dhe nxirren vetëm në orarin e përcaktuar dhe vendin e përcaktuar. Ndalohet hedhja me dorina voluminoze ose ndërtimore në koshat e biznesit. Do vihet tarif të gjithë ata që shkojnë një hyrë në shtëpi, se bëjnë shumë të copë, e marrin thasë, e nxjerrin aty. Do paguajnë tarifë në bashki, do shkojnë bashkia të marrë. Ama u kapën të nxjerrë se mas qefit në mes të rrugës e ku duan, atëherë do i merren, do i çojnë në shtëpia e do paguajnë edhe gjobën, që do rritet jo kaq sa është. Nuk lejohet as materialet e tjera që janë elektronike dhe furniturë. Merr tjetri, nxjerr krevatin, njëri nxjerr koltukun, tjetri nxjerr frigoriferin, tjetri nxjerr atje, jo, do të lëvësh bashki me telefon, kam për të nxjerr këtë edhe atë. E do vi unë me makinë ta marr, çfarë problemi ke si do ta nxjerrësh atje te koshi. Ama do ta nxjerrësh një herë, do ta nxjerrësh dy herë, do të kap me kamera dhe pastaj do gjesh bilan me bashkinë dhe me sjellin deri te denoncimi për krime mjedisore. Për ata njerëz që nuk marrin vesh, që e shohin se një biznes nuk do me hyrë në skem dhe nuk e njeh fare, do me thonë, sistemin e pasatisë, që do me pësaj? Njerë, dy herë, do shkojmë ta denoncojmë për krimi mjedisor dhe ka nënët përcaktuara për. Kjo është ajo që thamë për institucion, kjo është modeli i nxjerrjes së mbeturina për familjar edhe për bizneset, nëse shohin të ashtuar në biznes shumë, është problemi i tyre. Ama edhe këtë qesën dhe majnë mërna në objekt. Dhe mbushin dhe nxjerrin në orën e caktuar. Ne do shkojmë ta marrim. E dojë. Pra, jashtë orarit nuk lejohet, dalohet vendosja e koshave individual në rrugë, ti s'mund të marrësh në rrugë atje dhe të vendos koshën e kam atje. Jo, do të kesh shtëpi. Gjithë të biznesi jo. Sigur ka gjithë botën, shkon në Romë sot, në orën kaq, ke gjithë koshat e biznesit që i nxjerrin jashtë. Keni pa, ne shkoni në Londër, shkoni në Firenze, ose ke kartonat të padosur diku në trotuar, s'ka asnjë problem, çfarë problemi ka? Në orën e caktuar në trotuar. Ju thash edhe aty se këtu ka dhe në Shënqin në orën 11 natës në çështë shtëpisi apo. Pa, vetëm nga ne do simulojmë biznesin, pastaj që çdo biznes e para do të rregullojmë disa orare. Për shembull, biznesi mund të nxjerrë materiale të riciklueshme në një orar që ka banori. Për shembull, ka afër pallatit dhe ka banori finanor, mund të nxjerrë finanor. Mund të nxjerrë në një orar ku nxjerrin të zyrat e tjera, por në çdo orar, nëse ti nxjerr materiale të riciklueshme para objektit tanë do të marrë. Dhe kush janë të riciklueshme ne do t'i bëjmë në një broshurë ku do ja çojmë këto janë materiale, këto mi fut me një qese dhe një lëkurë të dushti aty. Pra ne do stimulojmë biznesit që t'i nxjerrë do më lirë nga 25% e mbetër, po merri plastikën, merri shishet, merri kanazhet, merri kartonin, merri ato të nxjerrë. Si është problemi me boket? S'ka si problem. Rajle kodje, merri, gjithi. S'ka si gjë për tu arbitrit, as për tu. Pra, këto
Gjitha këto do merren me telefon. Ka kush për të nxjerrë po telefon. Do keni edhe numër telefoni, telefoni i shill pa pagesë që do njoftohet bashkia dhe ti vjen ti merr. Ose në një biznes për shembull, si kanë bizneset e mëdha, në çdo orë të ditës, nëse kanë sasi të mbetë të riciklueshme në shkëmbë marrë me makinë. S'ka nevojë as me harxhuar asgjë. Kam dy thas, një e kam me plastik, një e kam me shishe, një tjetër e kam me kështu, lutem hajde mi merrni. Në sekondë shkoj marrë, s'ka nevojë për orar fare. Sikur bëhet shëngjin. Çaj gjeti shëngjin, asgjë përveçse u rrit cilësia e jetesës atje, u rrit kënaqësia e pushuesve, u rrit edhe fitimet e biznesit. Pra, ne duhet të shkojmë në një histori tjetër të menaxhimit të mbledhjeve. Paraprakisht kjo është ajo që desha me komuniku, duke ju kërku edhe angazhimin tuaj të drejtë për drejtë, po edhe në tuaj, për gjithë punojësve që ju keni aty, që të ndërgjegjësohen për të zbatu me korrektesë dhe me fanatizëm të gjitha kërkesat që vinë për menaxhimin e mbledhjeve, për nxjerrjen e tyre, për ndarjen në burim nëse mundeni dhe për një komunikim intensiv me bashkinë sa herë që do ju duhet. Dhe për të siguruar në fundit një ambient të pastër, të shëndetshëm për vetë ne. Unë kaq kisha. Mendoj se ky takim është takim sensibilizues fillestar. Ne do ulemi në çdo njësi, edhe biznesi do jetë prezent në çdo njësi, bashkë me gjithë pjesëtarët administratës të cilët do marrin detyrimin. Kush punon në administratë shteti do marrë detyrimin e parë. Je shtëpi, keni shtëpi, ti ku po? Ti. I pare do sillesh mirë me mbetjet që ke në shtëpi. Nuk është një takim për debat, as për të diskutuar shumë, kush ka nevojë në gjë në rrjetet sociale, me takim me ne bashkë, me faqen në webin e bashkisë, me email, me gjithçka mund të ngrenë vërtet e veta. Faleminderit shumë. Ne do të takoshim në takime tjera që mos ju mbajmë. Respekt.